Po thonim, rrugova veprimin kryesor edhe meritën kryesore që ka qenë unifikimi i shqiptarëve. Ju e dini, krijimi i këshillit të koordinues të partive politike në atë kohë, unifikimi i faktorit shqiptar në Kosovë edhe në ish Jugosllavi. E dyta, institucionalizimi i politikës kosovare. Në Kosovë, gjithë ata që janë më vjetër mund ta dinë, ta marrin prej lidhjes shqiptare të prezrenit, asnjëherë s'ka mungu angazhimi për liri. Edhe në lidhje shqiptare të prezrenit, edhe te kryengritjet për pavarësinë, te lufta e dyta, te ndeshja, te bolli, e deri te lufta e fundit. Po, për herë të parë, nën Ibrahim Rrugovën, shqiptarët kanë bërë politikë shtetërore, politikë të mirëfillt. Kjo është merit e politikës që ka bërë Ibrahim Rrugova. Domethënë, i kanë nxjerrë shqiptarët nga politika ilegale që kanë bërë, e ka qitë në tavolinë. Ka thonë, unë jam presidenti i Kosovës, osul këm kryq midis Prishtinës, keni pushtu, ka thonë, kur mu i mushliru nuk e di, po unë jam që këtë që jam. Domethënë, nuk ka bërë politikë të pshefur, ka bërë politikë të hapur dhe politikë tërkombëtare. Në vitin? Pej 88-s te i ka dek. Dhe në regjimin serb, kush ishte atëherë? Po, 2 vjet. Po, ajo ka qenë rezistencë. Pa ishte Miloševiqi? Po, ai se ka pranuar Miloševiqin, bro. A ishte thash Miloševiqi ku krye? A ishte thash Miloševiqi? Po pse s'dilnin tjerët, mos ishte Miloševiqi. Ti s'dishin tjerët. Unë ta thash për ku të përgjigjesh, na vish pyeta, o çka ku ka qenë Miloševiqi? Jo, edhe unë po të pyet, pse s'dishin tjerët, pasi s'ka qenë. Pse s'dishin tjerët? Pikërisht do çdo po do më të pyeti. Pse ti s'dishin? Unë çka Se o mojke. Se o mojke. Që aty nëse luftën si mojke marr mund të bësh. Për luftën e ulët 88. Jo, nuk i din ti këto grupe hiç. Po çfarë Po ti djalë ti ku luftë për këto zana. Po çfarë luftë të 88? Po ku i thuti si mojke? Ku i thuti si mojke? Po Hafiz Gagica demokratit, a mojke? Po Hafizi s'ka këtu. Jo, mos flatis me ku i nis grupet ilegale. Pikërisht ju problemi. Po Hafizi s'ka këtu. Nasim Haradini. Ka qenë Nikon, Nasim Haradini ta shpjegoj, Halil Matoshin, Blerim Shaden, Bujar Bokoshin, ti nuk i nxjek ta ku i gjon. Këta kanë qenë aktivistë dhe i kemë përkrah komplet. Partisë parlamentare. Problemi është kështu. Problemi ka qenë ky. Problemi ka qenë ky. Se ne nuk, se ne të shmujqysh të gjithë, jo të gjithë njerëzit kanë guxuar banë në Kosovë. Kjo nuk e njollos këta. Merita Ibrahim Rrugovës mjafton me guxu me shkput. Se jo ta shkput në kundër, edhe jo veçaç. Nuk do, po a di shka kjo? A mjafton me guxu me dal kitisti që ti ka thonë 300 vjet burg, e të ka mytë, ja ka shkatru familjen, me guxu me thonë, unë sot jam me Ibrahim Rrugovën. Kjo, dhe kom respekt mëre, kjo, jam për Republikën. Po kjo finalja. Po me glorifiku tashti. Dhe me thonë, i 10.000. Sot e njeva të bimin e ati truproje stiraj, profetian. Ka herë, ka herë mundohen me folë mirë. Mu do këtë pak, nësa ka menu vetëm shkretnisht. Po logikisht, nuk ka lider profetian. S'ka kërkun, s'kun kërkush. I kanë lutë para ti me u bo kryetari LDK-s. Qesh? Sa i kanë lutë para ti me u bo kryetari? Kur din të sa i kanë lutë? Jo, di, që se di. Ku e din të sa i kanë lutë? Ku ke gjuat historitë? Jo, se kom su po e kom bo. Ka ke su parti tona, e donë me... Për në di njërë do me donë e të të ka. O ti unë për të vesh. O ti djallë. O ti zëndi. Po pëse s'po len me ta kalcu... Po s'po kalzosh më mu historinë e të kes një kuan betë? Po jo historinë e historinë e Kosovës ta kalcu. Po qëfar historinë? Po ti më kalzosh ku i hiti e të mas. Po ku i hiti e të mas, ku si më kunë në mu. Ku i hiti e të mas, ku si më kunë në mu, ti më kalzosh mu. Edhe ti e kunë të ka? Niko mëre, Niko, ne kem ngaj, jemi gëzu, ka qenë shtetim, e kem ndimun gjdo kusht e gjdo hap, me u shput këj popull dhe me hinë në një vanë unifiku. Dhe kjo për mu që e mërit, dhe që kur rast nesëm me to. Thirja që e përdojt e ty, ku jene kusht e lufte, vllavyet me ta hek një pushk, ti të e zjarë që s'kish ka i thu. Ta ka hek kur? Ska mujnë më hek mëra, se a i zjarë ma hek pushkën e ka mërë. Granica, tu të ma hapësit për granica. Ska mujnë më hek aj.